Fillojmë ne do të denoncojmë, apo do na denoncosh ti e para? Unë ju denoncoj. Mirëmëngjes e dashur, mirë se erdhe. Elda, mirëmëngjes, mirë se erdhe, shumë kënaqësi. U shokova. Pse? Wow. Ki gjithë tjetën që e bën gabim. Parfumin, unë e sprucoj këtu dhe në dekolte. Elda po më thot... Jo, nuk duhet aplikuar asnjëherë parfumit e pjesa e qafës, sidomos kur dalim në diell. Po pse? Për arsye se parfumi ka alkool, ka shumë esenca të forta dhe në kontakt me diellin mund të japi alergjime, lëkurën, acarime. Dhe në njëkohësisht mund të japi edhe hiperpigmentime, e cila me kalimin e viteve përkthehet në këto hiperpigmentime të pjesë anësore të qafës. Po si bëhet, doktoresha? Ose mbrapa veshit, të pjesa e duarve, të pulsi brenda, këtu, ose të bluzat, ose në roba, në plaçka, po. E kuptova, kjo është gabim. Kjo është një problem që mund të shfaqet me kalimin e viteve, sidomos pjesa e hiperpigmentimit, kurse pjesa e alergjisë e skuqjes pastaj mund të jepet edhe direkt. Unë nuk e kam këtë. Skuqjes. Është shumë herët, këto dëmtime filloni vëre, sidomos te femrat pas periudhës së menopauzës. Nuk e di, po ne që lëvizim ato buzën porcelanet, qafën gjithë kështu e kanë ata. Pastër. Më falë, kur, se këtë historinë e lëvizjes tënde me ato buzën porcelanet dhe thua për ditë, kur? Deri para pak vitesh. Mirë, okej. Po, këto vite dielli është bërë dhe më i keq akoma. Po këta të dy që nuk përdorin asnjë krem, po që keme ne shqip vetën të tënde? Po mirë, unë do ta ndryshoj tani dhe mendoj jam në kohë. Ka njerëz që kanë dhe genetike pjesën e lëkurës, që kanë një lëkurë shumë të pastër, pa probleme me njollat, me nishanet. Megjithatë, problemet e diellit gjithmonë vijnë mbas një farë moshe. Po. Kur fillojnë këto hiperkeratozat që janë... Dhe presim. Vitet ikin shumë shpejt. Ne 39 vjeç jemi, doktoresha. Mirë, je i vogël akoma, ke kohë. Duke si 24 i lodhër. Po. Është e shpreha sa të plak diellis të plak as mosha. Dhe po të bësh re një moshë të madhe, për shembull mbas 50-60 vjeç, për shembull periudhën e plazhit, pjesa që janë ekspozuar më shumë në diell, pjesa e fytyrës, e krave, e dekoltes, e kraharorit, është shumë lëkurë më e vrarë se sa pjesa tjetër e trupit. Ose ne vëmë edhe të pjesa e krave, ose të pjesa e këmbëve që janë pothuajse gjithmonë të ekspozuara dhe nga xhami i makinës, pjesa e duarve gjithmonë është më e dëmtuar se sa pjesa tjetër. E ka disa njolla kafe, janë si quka të vogla. Po, dielli i viteve. Njerëzit që kanë profesion shofer, që janë gjithkohë nëpër makina, pjesa e njerëz dorë gjithmonë bën shumë diferencë nga ana tjetër. Dhe pikërisht nga pjesa e ekspozimit në diell edhe nga xhami i makinës. Po, dhe thuhet që duart janë pjesa kryesore që tregon plakje. Po, është e vërtetë. Dhe unë gjithmonë i rekomandoj sidomos femrat, që janë më të kujdesshme që kur janë në timon, keni ka shumë mirë. Ja mirë, bëjnë mira kilometra, prandaj po them. E ke genetike atëherë. Kam mirë. Po ti kolegi ke pak trodhura duart. Je shumë mirë dhe kolegu. Po unë femrave gjithmonë ju rekomandoj që të paktën kur janë udhëtime makinë, gjithmonë pjesën e duarve, pjesën e shfutës sipërve të duarve, ta lyejnë me krem dielli për arsye se me kalimin e viteve te femrat këto probleme sa vindeshtohen. Dhe këto kanë përshtypjen se janë të pariparueshme. Për fat të keq, po. Më pastaj ti lyej me krem mrapa, po nuk është se... Tani ne duhet të lyejemi me krem se dielli ka shumë rreziqe më tutje pastaj, se këto ndonjëherë degradojnë edhe në kancer të lëkurës, kështu që mirë është të mbrohemi. E marr vesh. Kur i themi ka njerë këto gjëra në televizor, duke sikur ngrejmë alarmin, po ka njerë se punojnë tokën. Tani dhe ato po t'i vësh re, sidomos se pjesa e mbrapme e qafës, në përgjithësi këto që punojnë tokën, kele janë gjithmonë rinë me shami, me kapele, dhe pjesa e mbrapme e qafës është pjesa që dëmtohet më shumë, që vritet më shumë nga dielli, dhe pjesa e duarve. Prandaj kolonizatorët anglez kanë pas atë gjën si pushamie që... Po, kapelin me si shami pjesa e mbrapme. Po dhe duar gjithmonë njerëzit që punojnë tokën ja kanë shumë të vrarë. Në përgjithësi edhe fshatarët shqiptarë, nuk e di aplikojnë më sot e kësaj dite, apo jo, po dikur mbanin një lloj shalli. Po. Vetëm për të ruajtur këtë pjesë mbrapa. Për pjesën e qafës, është e vërtet. Po kemi edhe atë faktin tjetër që ata s'përdorin parfume. Po, nuk përdorin. Në fakt as unë nuk përdor, shumë rrallë, domethënë. Kjo të ka shpëtuar deri diku? Nuk është vetëm me gjëra që përdor antidersën edhe aftershave-in, po jo gjërat... Dy njolla të vogla këtu t'i vëre tani, janë tjetër, po. Okej. Edhe po të bësh re, i ke më shumë nga kjo ana? Jo. Tu të pjesa e favorites, është pjesa që je gjithmonë nga makina, nga gjami makinës. Me siguri. Duhet me përdor, do me të thu. Po. Duhet. Po tani lind kjo dilema, 30 apo 50 është faktori...
Nuk e nga di, unë s'kam 30 e kuptuar 50, po. Gjithmonë njerëzit tentojnë tek filtri më i madh, mos gjatë periudhës së verës, por filtri 50 është pak më i trash normalisht dhe ka njerëz që kanë pak problema të teksturën e kremit në fytyrë, sidomos meshkujt, kuptohet. Kurse filtri 30 është pak më i holl, por ndryshimi në domethënë diferenca në filtr mbrojtës është shumë i vogël. Nëse 30 që SPF-ja 30 mbron 95-96%, 50 është 98 deri te 98 shkon, kështu që një 2% ndryshon ai ndryshimi. Rëndësi ka sasia e përdorur dhe riaplikimi gjatë ditës. Në qoftë se ne nuk e vendosim çdo 2 orë ose të paktën në qoftë se jemi në punë në mëngjes dhe në drekë kur kthehemi, atëre mund të jetë jo 50, po normalisht nuk ekziston filtr më i madh, nuk është mbrojtja asnjëherë ideale për të mbrojtur nga rrezet e diellit. Pra ka rëndësi dhe koha e aplikimit, sasia e aplikimit dhe komplet sipërfaqja e fytyrës, pjesa e veshëve dhe të veshët për shembull duhet aplikuar, pjesa e qafës, pjesa e dekoltes, të gjitha këto zona duhet të mbrohen nga dielli, se ka shumë femra për shembull se meshkujt thotë vetëm pjesën e fytyrës. Dhe harrojnë që dhe qafa dhe dekolteja është pjesë që duhet mbrojtur dhe është gjithmonë pjesë sidomos gjatë verës që është shumë e ekspozuar në kontakt me diellin. Dhe duket sikur ose përshtypja ime, duke parë dhe nga vetja, sikur qafa është zona që rrodhoset më shpejt, sado që ti mundohesh. Po se është lëkura më e hollë dhe nuk ka shumë. Po mund ta mbrojmë ne vetëm me kremra, me masazhe. Patjetër. Te femrat gjithmonë qafa është pjesa që tregon moshën pak. Ska gjë, dhe të plakesh është gjë e bukur. Dhe ku t'ja themin e Fabit, që s'ka nis akoma, sa kaloj moshën e pubertetit. Të mërë kesh përsëri një program të ndin dhe gjithë të këshilla t'i japësh përsëri në mënyrë si që jepje para 30 viteve. Më thëmë, po të pytë Fabit, mërë mallit në zësh vënd e punës. Po. Juve jo. Se qojmë i herët. Jemi të vetëmi që i kemi rritë vënd e punës një në orarë zgjime. Punën e përditshme. Një në kontakt me pacientët. Kontakti me pacientët, me klientët më bëjnë që të ndihem vërtet shumë e realizuar dhe shumë e plotësuar në këtë aspekt. Unë të mbajmë në pak, nga arkivat, në patjetër, jam shumë e vogël, po nga arkivat, faj zotit ka disa video që mund të shohim prapë dhe nuk ke ndryshuar shumë, basi ti ja di sekretin vete, sa sekretin pamë për vete në mrejtuar. Unë mbajmë mund dhe Eldën, për jo nga arkivat. Po. Neve nga përqenë dhe ku shifrim Eldën në ekran. Kur nuk aplikova krem dielli, po Eldën e kena patë. Flokët i ke patur shumë të dëndër, atë gjatë. është e vërtet. A ka në krem për flokët me qëra fjalla? Ka shampo për thinjat. Nuk e faleminderit, thinjat i dua. Shampo që ti basi e përdor pak nga pak dhe më bërë si Irfani. Kanë kaluar gati 30 vite, në ato kohë, për çfarë problematikash kishin njerëzit në krahasim me sot? Domethënë nga se vuanin më shumë? Atëre, momentet e para, do më thëmë vërtet, kanë qenë shumë nostalgjike dhe ka qenë një boom, do të thosha, në pjesën e kujdesit të lëkurës, për vetë faktin, po më prekni dhe mua me këto video tani. Flokët goxha mirë. Po, tani ja. I lidhin pak nga mbrapa dhe da, se nuk i disiplinojmë do. Shumë nostalgjike kjo periudhë. Problemet kryesore në atë periudhë kanë qenë problemet e akneve. Dhe duke qenë një nga emisionet e para, do të them, me regjizor Ylli Pepon, të madhin Ylli Pepon, do thosha që ka pas një interes vërtet shumë të madh. Vinin letra pa fund në redaksi, sa Ylli atëre bënd të shakan, thoshte vetëm Enver Hoxhës dhe Eldës i kanë arke shumë letra. Po, në përshim nga Enver Hoxha ti i lexojë. Po, është e vërtet. Problemet e akneve ishin atë kohë dhe kuptohet që sa po kishte filluar Shqipëria të hapi, domethënë pjesa e kujdesit të lëkurës, njerëzit kishin një uri shumë të madhe, një etje shumë të madhe për të mësuar, duke filluar që nga mënyra e larjes së fytyrës, aplikimit të preparateve të ndryshme, kremit të diellit, kremit antiakne, dhe bile mbaj mend një pacient, një vajzë ka qenë ajo, i dhapsh një sapun për larjen e fytyrës, për lëkurat problematike, sapun me squfur e mbaj mend, dhe mbas disa ditësh më vjen, tha Elda, thash si më është bërë fytyra, ishte tharë, lëkura ishte bërë gati si kore. Po i thash si ke aplikuar? E bëra me shkum në sapunit, tha, dhe ushtriva fjeta. Po i thash si, nuk e shplave? Po jo, tha, sapunit ma ke dhënë ti, tha mua, nuk mund ta shplaja. Normal që ka shpenzuar para e gjë. Po si atë bën pastaj? Pastaj duke zbutur, duke rregulluar barierën e lëkurës me kremra hidratuese, emolient, domethënë gjëra që ripjarohen, po domethënë ka pasur keq kuptime të tilla, ose ka pas raste kur kanë marrë krem depilator dhe kanë aplikuar në fytyrë si krem normal. Dhe kanë dëmtuar shumë lëkurën.
Kështu që, ai momenti I parë ka qenë pak sa e vështirë sa u bë tamam ajo edukata e higjienës së fytyrës, deri atëherë vetëm sapuni 15 lekësh ekzistonte. A koha ku shpërtheu edhe sapuni që duron. Po. Vazhdon kolegu përdor të njëjtin sapun. Era shumë e mirë. Nuk është I keqe, nuk e di pse kruhesh ka herë. Unë kam kruar asnjëherë, nuk e di se si. Kur do fillojmë pas disa viteve, kur fillon fare lëkura. Duket mua apo problematika e akneve është më e zbutur këtë. Njerëzit janë ndërgjegjësuar më shumë, informacioni është shumë më I madh. Do ta paraprin. Po, patjetër. Që në momentin e parë që shikojnë që lëkura fillon me ndyrën atë periudhën e pubertetit, fillon direkt një kujdes çik më specifik, qoftë të rinj, domethënë adoleshentët janë më ashtu, po dhe vetë prindrit. Për shembull, kam prindër që sjellin fëmijët e tyre, janë kuruar vetë tek mua dhe më pas sjellin fëmijë dhe thotë mbaj mend thotë që ti mi ke larguar akne thotë dhe tani unë do sjell vajzën ose djalin. Dhe fillon se tipi lëkurës, tipologjia e lëkurës është dhe genetike. Po. Lëkura e thatë, mikse ose I ndryshme është gjithmonë geni. Mua më kujtohet kjo periudha e adoleshencës ka kaluar o të dritarja duke pa fqinjen, ose të pasyra duke pickuar lëkurën. Sa mi që nuk e shenja. Sa mi që nuk e shenja. Nuk kam pas shumë. Nuk kam pas shumë edhe ka pas një periudhë shumë të shkurtër kohë. Pastaj është dhe fakti tjetër që atëre ushqimet nuk kanë qenë kaq hiperkalorike, me kaq shumë hormone, kaq shumë Apse ndikojnë edhe mirë. Të gjitha ndikojnë, të gjitha patjetër. Fast food nuk kemi njohur, domethënë drejtën edhe. Voni kemi arritur ato, po për hir vërtetës, domethënë ca gjëra I kemi pas të mira në aspektin e lëkurës. Po. Në atë kohë a vinin letra nga zotërinjt apo vetëm nga zonja? Tani në atë kohë vinin nga të gjithë. Nga të gjithë zotërinjt në atë kohë. Unë mbaj mend kanë qenë ja dy klientë edhe nga Burgu. Po, edhe ato kam pas shkruar atëre. Kurse tani kuptohet informacioni, domethënë pyetjet bëhen nëpërmjet Instagramit, nëpërmjet Facebookut, me WhatsAppin, telefona tani ka avancuar aq shumë sa boll të kesh dëshirën dhe merr me njëherë atë informacionin. Kurse atëre direkt njerëzit duhet binin patjetër të kontaktonin drejt për së drejti se ishte shumë e pamundur mënyra e komunikimit. I shikoj edhe nga Po, patjetër. Okej, mirë. Po, ma do mundja në atë kohë të ndryshoj rrjeta, u bërej personazh publik. Unë sapo kisha filluar punë në spital atëre dhe kisha në ngarkim isha shefe e pavionit të dermatologjisë për shpërndarjen e medikamenteve për gjithë pavionet e ulta që ishte TQSUT-ja dhe kam pas një lidhje shumë të veçantë me doktoresh Violeta Gjinin, që ka qenë një nga dermatologët më të mira dhe që më ka mbështetur jashtë mase shumë, do thosha, për të më futur në këtë rrugë. Filloi si një hobi fillimisht, por pastaj duke parë që I pati një interes dhe një punë vërtet shumë të madh, kuptohet që edhe dëshira ishte shumë e madhe dhe sidomos kur je vajzë, gjithmonë kam pasur qejf që të mbajsha, të rregullohesha, të tregoja kujdes për veten. Atëherë vërtet u profilizova akoma më shumë në këtë drejtim. Bëra edhe 1-2 specializime në Greqi, në Itali dhe në këtë mënyrë pastaj u fut akoma më shumë pjesës e estetikës. Dhe jam, do thosha, shumë... Në të para, estetikës. Po, jam prenare që jam nga të para, dhe më të ndihem vërtet shumë mirë. Dhe kam bërë një emër të mirë, do thosha. Dhe ke ndikuj jashtëzakonisht pozitiv, sepse më kujtohet 97-a, njerëzit dilnin me kohë, mban mend po, ama gjithë aplikonin krem dielli. Se rinin edhe në rrugë, domethënë për të grabitur ato buze, kështu gjë, ishin gjithë me krem dielli, apo njëri prej tyre nuk pati më probleme lëkure, domethënë ja 2-3 u bën sipërmarrës shumë të njohur, apo jo, bëjnë pallate, gjëra, domethënë. Edhe pallatet e lyen me krem dielli. Unë kam qenë nga të parat që kanë futur pjesën e dermokosmetikës në farmacisë. Deri atëherë farmacit tregtonin vetëm pjesën e ilaçeve dhe pomadat e përgatitur. Edhe pomadat që bëheshin atë nga farmacistët. Po, është e vërtet. Kurse pasaj në atë moment filloi pjesa e dermokosmetikës që të tregtohej te pjesa e farmacisë, por që ishte kozmetik e specializuar për problematikat e lëkurës dhe që ishte kuptohet më cilësore, më e kontrolluar. Po këto gjyshet tona që lyheshin me vajullini? Klasë për pjesë të qameristë. Po ka qenë vajulliri më I mirë. Po. Jo, dhe vajullirit është shumë I mirë, sa I ka skualene që janë acidi yndyrore të ngjashme me yndyrën e lëkurës. Dhe gjithmonë rekomandohet bile në problematikat e psoriazës, të ekzemës, të fëmijët e vegjël. Kremrat janë me skualene për hidratim dhe për rregullimin e barierës së lëkurës. Tani do të bëj një pyetje e cila donte më bë kolegu për vjezor. Tani më qelloi mua po para pyetjes më kujtua që tha në plazh lyhet me vaj ulliri, po jo në plazh. Shiko tash se Elda është në industrinë farmaceutike. Nëse do I bëjmë gjërat siç duhet, do ta linim industrinë pa punë.
Kështu që vaj ullirit është nona, nuk ka nevojë fare para nona dhe gjyshja. Mirë, dakord, përdhirje të ndihmon, por kuptohet që të rish të flesh në diell. E zë gjumi për herë. Nuk pra mund ta përdhirësh me çik vaj karote, është shumë e mirë. Po duhet rish shumë i kontrolluar atë minutazhin. Marrim të shtrenjtë, marke atë gjën kështu me spruco, edhe që ta shohin tjerë në plazh shif se kemi fare standardi, unë e mbush me vaj ullirje. Po, e kuptoj qartë. Ashtu koleg. Tani bëj një pyetje që vjen zor kolegë, për ta bërë, domethënë tani me që fillon dhe sezoni plazhit, ai frekuenton shumë plazhet të pishinave dhe kështu me radhë. Në rastet e djegeve, këtë kosin që duhet ta vendosi këtu, duhet ta blejmë pazar apo ta bëj vetë? I bërë vetë është më i mirë. Është përgjigje kod, unë kam kosin e kam që janar e kam për gati. E ke për gati. Është fermentuar të va. Është e qartë. Pra e kemi fjalën për djegjet, çfarë duhet përdorin? Për djegjet, aloe gjeli është shumë i mirë në raste të tilla, duhet pirë ujë në sasi të madhe. Edhe në qoftë se shoqërohet me temperaturë, se ka raste që këto djegje ndonjëherë japin si jetë si temperaturë të brendshme në mbrëmje, pak paracetamol ose ibuprofen do të ishte shumë efikas. Por jo me të ftohta nga djegjet, se ka raste që meqense digjem edhe ndjejmë shumë nxehtësi, njerëzit vënë kompresa shumë të ftohta, ndërkohë që e ftohta e vazhdon procesin e djegjes akoma më thellë. Kështu që xheli aloe sot ishte shumë më mirë, edhe kuptohet dhe kosi që kemi që nga janari. Nuk e një atë, do më bëj aty nga dora, ai gjërat e veta mi tregon mua, sepse ndoshta duhet ta themi mbas kaq vitesh se siç hapen dosë kanë kaluar 5 vjet apo jo. Rasti që Elda përmendi për atë kremin e depilimit, nëse në letrën gabimi është jo. Çfarë herë këtu je? Unë jam rasti i sapunit me squfur kolegë. Me qëra fjala, si është kjo historia e këtyre kremrave që janë denoncuar, janë heq nga qarkullimi, oksid alumini, parabene, tash këto kancerogjene. Janë këto përbërjet e filtrat kimik. Kolegë, unë jam mjek. Njëherë mjek, gjithmonë mjek. E kuptoj qartë, është mjek. Atëherë këto kanë dalë të dëmshme normalisht për lëkurën, që arrin të absorbohen dhe të futen në qarkullimin e gjakut, dhe janë dhe kryesisht këto filtrat kimik që janë në përbërjen e kremrave të diellit. Dhe në këtë mënyrë ato kanë filluar të eliminohen dhe të dalin filtra shumë modern që nuk janë të dëmshme për lëkurën, por gjithmonë për lëkurat shumë të ndjeshme tek pjesa e fëmijëve ose tek gratë shtatzane, filtrat fizik janë filtrat më të garantuar dhe më të sigurt për mbrojtje nga dielli. Ose njerëzit që kanë dhe probleme me shumë hiperpigmentime por me nishane nga dielli që krijojnë ato nishanet që sa vinë dhe shtohen me kalimin e viteve. Kujdesi, lëkura ushqehet nga brenda, do të thënë, në përgjithësi kujdesi për lëkurën vjen që nga kujdesi për gjithë organizmin, që do të thotë regjimi ushqimor, uji, gjumi, stresi, të gjitha lëkura është 4 kilograme gjysmë, afërsisht varet nga njeriu, organi më i madh i trupit, më me peshë, dhe ka dhe një gjë tjetër që në përgjithësi shqetësimet dhe të themi patologjitë e çdo organi pasqyrohen në një mënyrë apo tjetër dalin në lëkurë. Çfarë desha them? Desha them mos ndoshta dermatologjia po shkon një çik në drejtim të kapitalizmit dhe të konsumerizmit dhe i ka harruar një çik këto gjëra të vogla, se çfarë ndodh? Ndodh që ti shkon te dermatologja dhe nuk i thua që un kam ca kështu puçra që mund të jetë ndonjë herpes zoster në gjë, po thua shif se kam këtë rruzën këtu si mund ta trajtoj. E di, kjo pjesa estetike vërtet është bërë çik si virale, do të thosha dhe është e frikshme, do të thosha dhe unë, po që kuptohet, ne jemi ato çka konsumojmë normalisht, duke filluar që nga ushqimi, që nga regjimi i fjetjes, mënyra se si flem dhe kur flem për 2-4 bira në ditë. E kisha nevojshme ta thoja. Është bërë një studim, bira është shumë për lëkurë, i bën mirë lëkurës. Nuk është e vërtet. Ja ku kam doktoreshën Shahit këtu, nuk është e vërtet, harroja. Është 95% ujë kolegë, pra 5% më akuzon. Le të jetë. Pi shumë bira kolegë. Jo, nuk pi shumë. Pi shpesh, po jo shumë. Shpesh, po jo shumë. Mirë kjo ka rëndësi. Mirë, një të ditë. Është verë tani. Tek regjimi ushqimor kuptohet edhe mënyra se si flem gjatë natës, mënyra se si ushqemi, aktiviteti fizik, të gjitha këto kuptohet që ndikojnë te pjesa e fytyrës. Dhe të vjen keq që njerëzit më shumë shikojnë pjesën e rrudhave sesa shikojnë pjesën e shëndetit nga brenda. Se është ajo që çfarë thej që ne jemi ato çfarë ham faktikisht. Nëse neve ushqemi vetëm me fast food, vetëm me ushqime të thata, dhe jeta e sotme është bërë aq intensive sa njerëzit janë nga mëngjesi në darkë në punë dhe han vetëm gjëra të porositura, gjëra rrugësh, duke menduar se jemi të rinj dhe gjithçka mund ta superojmë. Por këto gjëra gjithmonë do të lënë gjurmë.
qofte tek organet e brendshme të problemet të smundjeve që mund dalin, por edhe te pjesa e fytyrës. Dhe një fytyrë që nuk ka regjim të mirë, dihet që gjithmonë do pasqyrohet, do jetë më e lodhur, më e vrarë, më me rrudha, më me njolla. Një lëkurë që nuk ushqehet, për shumë problemet e anemisë japin hiperpigmentime në lëkurë. Problemet e stomakut japin probleme me aknet. Problemet e probiotikëve, florës intestinale, 70% e imunitetit të trupit ka lidhje me mirëqenien e zorës. Kështu që gjithçka është, domethënë, te pjesa e brendshme e organizmit dhe ajo pastaj fillon të pasqyrohet dhe jashtë. Për shembull, ne kur shikojmë një moshë të thyer, moshë 3 ose edhe moshë 2 faktikisht dhe themi që sa i mbajtur është ky person, pse dhe gjithmonë themi ai njeri ka bërë shumë regjim në jetë. Dhe kjo përkthehet me atë pjesën tjetër që ai është ushqyer në mënyrë të rregullt, ka ngrënë shëndetshëm dhe ka bërë një regjim shumë të mirë. Tani unë kam një zakon në plazh dhe më thuaj ti doktoresha, a bëjmë mirë apo jo? Unë dal herët, relativisht, domethënë në orën 8. Dhe rrezatohem deri në orën 9, 9:30. Kjo është gjë më e mirë. Pas orës 9:30, mua dielli më sheh shumë pak, ndoshta vetëm pjesa e ujit e tjerë. Pse kolegë? Sepse unë di që vitamina D ka një provitamin. Po, mos ta kishim. Prohormon. Doktor, është të pyestim ty. E cila. E përforcoj më shumë të dy. Kujdes, ndoshta ajo të gjithë e din. E cila vetëm në këtë sipërfaqen e duar dhe diku këtu dhe në fytyrë, në një rrezatim 45 gradë të diellit, mund të konvertohet në vitamin D. Pjesa tjetër pastaj rikot në plazh, vetëm nxjesh dhe kujton se ke marrë Carlo Conti. Zjata e ngjyra një vit. Carlo Conti bën kështu, bën llampë. E sollën Carlo Conti në kanë sjellë në gjadër. Në gjadër. Po gabimisht. Jo, kjo është gjë më e mirë që bën. Faleminderit. Pastaj kuptohet që kjo duhet bërë, Po. Urime doreza zakonisht. Se është kjo pjesa që tani në verë për shembull, po. Ne tjerë s'dalim, ne mbajmë doreza të bardha. Tani në verë për shembull është ajo ideja që vitamina D duhet ndërprerë, nuk duhet konsumuar. Por faktikisht kjo lidhet me nivelin e vitaminës D në gjak. Sa ekspozohemi në diell. Domethënë se neve vërtet kemi vend që ka diell në këtë periudhë, po jo të gjithë rrim gjithkohë në diell, në rrugë dhe të zhveshur. Kështu që kjo ka shumë rëndësi dhe prandaj te kjo grup mosh për shembull tek njerëzit që nuk ekspozohen në diell, te moshat e thyra, te njerëzit që vuajnë nga osteoporoza, te njerëzit që përdorin kremin e diellit dhe që e kanë mungesë në kur bëjnë këto kontrollet në gjak që bëhet në matja e nivelit të vitaminës Z, patjetër që duhet ta vazhdojnë ta përdorin dhe gjatë verës. Dhe gjithmonë doza pastaj rregullohet në bazë të analizave që bëjmë. Por nuk mund të pretendojmë që meqense ka diell tani, dhe ne thjesht shkojmë në punë dhe kthehemi, nuk duhet ta përdorim vitaminën D. Vitamina D në pilulë apo lëng? Cila është më e mirë? Ka kapsula të vogla si kapsula vajore dhe duhet patjetër të merret me yndyrë. Pra, jo me stomak bosh. Është vitamin vajore që do pak terren yndyror në stomak, kështu që patjetër duhet merret pas ushqimit. Dhe ne në përgjithësi rekomandoj për shkak pak 1-2-3 kafshata me pak vaj ulliri do të ishte shumë efikase në mëngjes. Shumë bukur i kishe emrat e fëmijëve. Po. Bora dhe Martin. Dhe Martin. Kam dash me vënd çunit emrin Martin. Vërtet. Faleminderit. Sa vjeç janë ata? Atëre Bora është 28 vjeç. A që ka madhe Bora? Po, Martini. Doktoresh është Bora? Bora është psikologe. Martini është 21 vjeç. Vazhdon për IT. Do më asnjëri nuk është bërë mirë? Jo. S'ke dash ti? Të them drejtën për vajzën dhe do kisha dëshirë, po fatkeqësisht nuk ka pas qef në shkollë pjesën e lëndës së kimisë dhe farmacia dihet që ka shumë kimi. Dhe mbaj mend kur ka qenë e vogël, nga që vinte në farmaci dhe farmaci Elda më thoshte mua, gjithmonë thoshte po të bëjmë si ty do më krahasojnë me ty, thoshte dhe fëmijët kuptohet që asnjë nuk kanë qef që të krahasojnë me prindrit. Dhe mbaj mend bile kur ishte e vogël në atë periudhë sa filluan të hapeshin këto farmacitë private dhe çdo farmaci kishte emrin e farmacistës. Dhe shikonte që farmacistët pjesa më e madhe kishin vënë emrat e fëmijëve, ndërkohë që unë kisha vënë emrin tim. Dhe më tha, "Mata, pse ti vën emrin farmaci Bora?" I thash unë, "Kur të rritesh të bëhesh si mua." I thash unë, "Do ta ndryshoj." Ndeti, tha, "Atëherë tha kur të rritem unë, tha, do ta vëm farmaci Bukuroshe Bora dhe Plakaruqe Elda." Jo. Bravo, prandaj pas ka bërë psikologji, domethënë. Doktoresha, cilat janë 5 suplementet që ne duhet t'i ndalim gjatë gjithë jetës tonë? Tani, kjo është gjithmonë edhe në bazë të grup moshave, dakord? Por vitamina D është kryesorja që shoqëron që nga fëmijët e vegjël deri tek moshat e thyra, patjetër. Omega 3-shi, është vaj peshkut, që është një
suplement vërtet shumë jetësor do thosha, si për sistemin kardiovaskular, ashtu dhe për sistemin nervor të trurit, por dhe për trigliceridet, uljen e nivelit të triglicerideve, dhe kjo omega-3 gjithmonë duke qenë suplement vajor merret mbas ushqimit, dhe kjo do patjetër yndyr, mbas një bakti me yndyr të bollshëm. Tek foshnjët e vogla mund të përmendim pastaj kalciumin, mund të përmendim hekurin nëse është e nevojshme, mund të përmendim probiotikët, ndërkohë të adoleshentët do të shtoja zinkun tek pjesa e akneve, tek femrat që fillojnë periudhën e ciklit menstrual do të shtonin pak hekur nëse do të ishte e nevojshme, dhe ndërkohë tek pjesa e mbas moshës 50 vjeç pasaj përveç vitaminës D, omega-3-shit, kemi pasaj vitaminën B12, është shumë e rëndësishme. Për vetë faktin se mbas një farë moshe, acidi kloridrik në acidet gastrike në stomak fillojnë të ulen, dhe vitamina B12 do patjetër, duke qenë një protein, pak e plot do patjetër që ka ambient acid që të përthitet. Dhe në këtë mënyrë fillon të ulet përthitja e saj, dhe kjo jep atë problemet e mungesës haresës, ato cimbimet e duarve dhe të këmbëve, mungesë fuqie, dhe vitamina B12 është mirë që të shtohet në këto grumbosha, ose të graçat zane do të shtoja pjesën e hekurit, pjesën e acidit folik dhe pjesën e jodit. Pra gjithmonë si mbas grup moshave do ndryshojnë gjithmonë marrja e suplementeve, por vitamina D dhe omega-3 janë baza që qëndrojnë që nga fëminia derisa të plakemi. Këto besoj merren gjitha për një herësh, apo? Jo. Për shembull magnezi, dhe magnezi është një suplement vërtet shumë i rëndësishëm. Rekomandoj zakonisht të merret në darkë për arsye se të jep një gjumë më të qetë, të relakson muskujt, ndikon në sistemin neuromuskular, kështu që më përgjithësi rekomandohet në darkë. Vitamina B12 merret në mëngjes. Esull, për arsye se duke qenë një vitamin që të jep dhe pak energji, dhe neve na bën mirë që ta nisim ditën me pak energji. Kurse vitamina D, zakonisht rekomandohet deri para orës 12, se ndonjëherë është duke qenë një prehormon mund të interferojë me hormonin e gjumit melatoninën, kështu që jo shumë vonë mbas dite, dhe omega-3 në drekë mbas ushqimit. Hekuri pasaj mund të merret para ushqimit ose mbas ushqimit, nuk duhet të konsumojmë qumësh dhe kafe afër hekurit. Jodi zakonisht merret esull, dhe në varësi të suplementeve si mbas grup moshave të ndryshme, ne pasaj ndajmë para buke ose mbas buke. Çuditshme, domethënë si ka ardhur koha, ka njerëz që ushqehen vetëm për të ngrënë suplementet, ilaçe, vitaminat, pra do ha diçka se duhet të ha këtë. Ndërkohë që unë i marr vitaminat të gjitha bashk, kam një shampo me multivitamin. Domethënë, jemi në kohën që frutat, perimet, nuk kanë vitamina. Provova me nga i kapak, ato vetëm se nxirja flucka. Qa pas ke pirë ti, ilaçenësh? Shampo multivitamin. Kam rekomanduar. Prandaj lanë sapun, se shampo në gjynaf duhet ta më pi se ka multivitamina. Jetojmë në kohë shumë të ndërkohë ju po përmendit emrat e suplementeve dhe përbërësit, dhe unë po mendoja ushqimet që i përmbajnë këto në gjendje natyrore. Dhe për fat, bëra kaq, unë nuk e kam pirë kur një suplement. Po pse, koleg? Nuk kam nevojë, koleg. Nuk kam nevojë i marr. Mirë është të bëhet një dozimi këtyre, sidomos vitamina B12, hekuri dhe vitamina D. Faleminderit doktor Resh për gjithçka. Jo, ka dhe të tjerë, nuk jam vetëm, ka dhe njerëz tjerë. Doktor Resh as vi më te ky program. Jo, vjen sepse pa një lloj oponencë për një njerëz rritur keq siç jam unë. I rritur keq. Ballohet. Nëse është zgjedhje, unë jam shumë dakord që kur ti ke një karencë, themi ne ju se kuptoni, mungesë të... Po deshet shpjegoje tipologjinë. Jo, faleminderit shumë. Duhet patjetër që të shkosh te suplementi, sidomos në rastet që kanë dhe patologjia. Po, patjetër. Sepse ti lëm shakat, vitamina D, kalciumi, koleg, janë zonja, osteoporoza, etj. Është kompleksitet. Megjithatë unë ngulkëm ke ushqimi i mirë. Sa mundësi kemi të dalin të ato fshatarët, të marrim diçka fshatarë. Doktoresha, shpesh pacientët mund të vuajnë për shembull kolesterolin, disa e kanë në duke dhe trajtohen, disa të tjerë kanë të heshtur. Vërtet është shumë problematik se nuk është se të jep shenja, siç japin gjithë problemet e smundjet e tjera. Kolesteroli është shumë i heshtur, shumë i fshehur, dhe vetëm nëpërmjet analizave mund ta konstatojmë që e kemi të lartë. Dhe kuptohet në asnjë farë moshe, kuptohet që bie metabolizmi i organizmit dhe ajo fillon të rritet në vlera. Siç fillon te periudha e grave në menopauzë, kur fillon bie prodhimi i estrogenit dhe kjo fillon pastaj të përkthehet në kolesterol të lartë. Jeta sedentare, mënyra e dietës mesdhetare që kemi neve, kuptohet lloji ushqimesh që gjithmonë e favorizojnë më shumë, dhe gjithërim mund të rrim gjithë ditën pa ngrënë dhe ham vetëm darkën. Dhe kuptohet që kjo nuk është gjë e mirë. Dhe kjo pastaj ka shumë problematike, duke filluar që nga ato
problemet e infarktit të miokardit, enët periferike të gjakut, por patjetër duhet i bie mbrapa, duhet të bëhet një analizë, të gjithë të ndërgjegjësohemi që të bëjmë një analizë për të parë trigliceridet, HDL-n, LDL-n dhe pastaj të marrim mjekim. Se shpesh njerëzit mendojnë që po mbaj pak dietë, po në momentin që analizë kolesteroli deri lart, vetëm dieta nuk do të mjaftojë, ose vetëm suplementet. Mund të marrim orizin e kuq, mund të marrim berberinën, mund të marrim omega-3-shin, të ndihmojnë deri në masën 5-20%, por nëse një kolesterol që është në vlera të larta, patjetër do mjekimin e vet, do statinat se nuk arrin dot. Ato pllakat që krijohen nëpër artere janë shumë të rrezikshme. Doktor Shasia, po që e ka që qetë? Ngren nervat apo? Më ngrije. Ngren, vërtet në herë. Po, patjetër. Në shtëpi si do. Në shtëpi. Qartë. Po koleg, kam dhe një pyetje tjetër, nëse mundi lëkure që e shoh shpesh tek pothuajse shumica e personave që njoh. Ti po pyet për një shoqe, e kuptoj. Për një shoqe. E shoh të shfaqur këtu, tek brylat, duar, tek këmbët, ekzema. Po, ekzema shoqërohet është një sëmundje e lëkurës që shoqërohet me prishjen e shtresës barierë të lëkurës. Jo, ekzema nuk është gjithse, jo. Rije qetë. Dhe këta persona vjetër ndonjëherë dhe mungesa e vitaminës D, dhe gjithmonë në këto persona ne gjë e parë që themi patjetër kontrollon nivelin e vitaminës D. Shoqërohet me tharje të lëkurës, skuqje, kruarje, gjë të bezdisë. Dhe në tilla raste patjetër këto janë simptomat që ne na tërhiqin vëmendjen, por aty është fakt që është prishja e shtresës barierë mbrojtëse të lëkurës, pra kemi një inflamacion. Dhe patjetër duke e mjekuar, duke hidratuar, fillimisht momenti i parë kur është shumë e acaruar, do patjetër kortizonik për një periudhë shumë të vogël kohë, shumë të shkurtër, dhe pastaj gjithmonë duhet të mbahet e trajtuar. Duhet kemi parasysh shampot, detergjentët që përdorin të jenë pa kimikate, pa aroma, pa parfume, tekstilet që jemi në kontakt me trupin duhet të jenë pa mbukë, jo sintetike. Këto spucët e rrobave. Edhe ato të ndikojnë, duhet të jenë gjërat shumë bio, do thosha, shumë të pastra që mos ta agravojnë dhe mos ta acarojnë lëkurën. Dhe në momentet që është e qetë, përsëri lëkura me ekzem duhet të mbahet e hidratuar. Sa është pikërisht prishja e shtresës barierë mbrojtëse të lëkurës që çon në acarimet dhe në shfaqjen e këtyre simptomave. Tani në verë dielli i bën shumë mirë, si ekzemës, si psoriazës, si dermatitit, uji detit i bën mirë, po jo që të qëndrosh për kohë gjatë me ujë me krip ose me ujin e pishinave, por hidratimi dhe përdorimi i këtyre produkteve që përdorim ne për larje, për zbutje, duhet të jenë pa parfum, pa kimikate, pa aroma. Kam parë dhe diçka tjetër që duhet ta them edhe se nuk më mban shpirti. Në plazhe kam parë disa zonja që merrnin rërë në breg të detit ose zhyteshin në thellësi të ujit e bënin skrap. Tani janë ca tip lëkurash që këtë skrabin mekanik nuk e supertojnë dot. Sidomos lëkurat kuperoze, lëkurat shumë të holla, lëkurat e ndjeshme, lëkurat me akne, se ky është një skrab mekanik do të thosha unë. Por a bëhet, mund të bëhet? Mund të bëhet, por duhet kesh që lëkur pak më të trash, lëkur më të mbar do thosha dhe jo duke e bërë për ditë, se duke e bërë për ditë gjithmonë është ajo stresa barierë mbrojtëse e lëkurës që prishet dhe bëhet shkak për inflamacione. Ka pagu hotelin, ka pagu gjitha, do shfrytëzoj edhe. Por në plazh për shembull dhe skrabi i trupit dhe i fytyrës rekomandohet të bëhet pak më shpesh, të paktën 2 herë në javë, meqense lëkura akumulon qeliza të vdekura dhe nga procesi i nxirjes së lëkurës, nga larjet e shpeshta nga këto, dhe duhet të aplikohet 2 herë në javë, por gjithmonë pas skrabit duhet patjetër hidratimi i lëkurës. Edhe ju mos harroni, kjo vlen si për zonjat, si për zotërin. Për zonjat më shumë. Unë bëj skrab ndërmi, po janë si të mëdhenja të gurët. Meshkujt përgjithësi kanë shumë problema të aplikimin e kremit, por duke pasur dhe strukturën e lëkurës me qime, dhe më thënë më të trash, nuk e kanë aq problem, kurse femrat e ndjejnë më shumë, sidomos në periudhën e menopauzës. Ndrysha, unë nuk naqa, mora shumë. Faleminderit. Edhe ne u knaqim, doktoresha. Faleminderit. Ty të lumë tjerë që e durove atë, po... Jo, kënaqësi. Jo, shiko, po nuk ka debat, nuk kesin për pare gjëja. Jo, bishë të erdhe në skuadrën time, se që të bëjtë, më kam një jetë të tërqin, 2003. Pastaj ti ke emrin me të. Me F, ne të dy jemi me E, vitamina E është mbretëresha e lëkurës. Po, është antirudh shumë i fuqishëm. Absolutisht. Edhe kolegu me E ka. E ka të, Tom Puka. Nuk rrit dot, nuk rrit dot. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve, faleminderit. Mirë, kemi pas pak.